Ish-deputeti demokrat Muslim Murrizi ka bërë një analizë për qeverinë e re, problemet në Partinë Demokratike dhe kandidatin demokrat për Bashkinë Tiranë. Murrizi u shpreh se ministrja e gjeneruar nga inteligjenca artificiale Diella është tallje me 4 prefekturat e veriut, pasi sipas tij Rama nuk ka vendosur asnjë ministër nga veriu i Shqipërisë. Është antikushtetuese që të dekretosh një abstrakte që nuk jeton. E dyta, ne nuk heqim dorë nga mentaliteti komunist, po të ishte funksionale, Japonia, SBA apo Singapori kishte bërë 10 diella, por e bën Rama njësoj sikur rrit fiktivisht numrin e femrave në qeveri dhe parlament. Me këtë ka dashur të tallet me 4 prefekturat e veriut. Nuk ka asnjë ministër nga veriu, asnjë nga Lezhë, Shkodra, Kuksi dhe Dibra. Është një lokal në Lezhë, Diella, siç duket duhet të ketë qenë Rama atje kur ka qenë në opozitë, se tani shkon tek Nusreti, edhe veshjen e ka marrë nga veriu, thot Murrizi. Ndërsa sa i përket ndryshimeve të njëanshme në rregulloren e kuvendit, Murrizi thot se Rama shkeli marrëveshje 35 vjeçare mes mazhorancës dhe opozitës. Unë shoh edhe gabimet drastike të PD-s që nga viti 2017 duke filluar me çadrën. Hym në zgjedhje rrëmujthi, bëm 22 ditë fushat dhe me një marrëveshje që nuk u mor kurrë vesh. Një pjesë e asaj marrëveshje qëndron edhe sot, avokatja e popullit një ndërto. Por sot Rama i prishi të gjitha marrëveshjet 35 vjeçare. Edhe rregulloria e kuvendit miratohet me dakordsinë e dy palëve. Sot ai nuk i pyeti. Kryetari i KLSH-s ka qenë një marrëveshje që e merrte opozita, u shkel edhe kjo. Të gjitha këto nuk janë në ndonjë rregullore. Ka dashur politika dhe e ka bërë, dhe kur e ka pasur mirë me veten, është mjaftuar me këtë kontratë dhe me këmes palëve, u shpreh Murrizi.